sa herë që këto bukuroshat e Vlenit marrin goditje për meje, në Saba në 8 vajtojnë të dera e Mickosit. Dhe u kam thonë mos bëni kështu sa marrë. Dhe herën tjetër do të tregoj me emra kush si shkon, si lutet, nëse arrin ai të ketë ndonjë ndikim te PD-sha apo te unë. Dhe si ajo thot, po ka punën e vet, ai ka partinë e vet. Dhe tha, si duket këto se kuptojnë se janë shërbëtorë tu, ti i ke mësu ashtu. Ti i ke mësu se... Dhe kjo nuk thuhet për ti deklasua, apo për ti nënshmua, apo për ti përshnua ato. Po kjo thuhet popullit tonë për t'ja sqaru hapur dhe në mënyrë të drejtë për drejtë se cili është opsioni, cila është partia, cili është lideri, cili duhet mbështetet. Po sonte desha të them që PD-sha dallon politikisht krejt partive tjera. Në thojza që po them shqiptare. Për këtë arsye, rruga e PD-shas ka qenë më e rëndë dhe më mundimshme, më e vështirë. Po për këtë arsye, kjo është edhe rruga e vetme që na çon drejt realizimit të qëllimit të vërtetë.